Ja nisi shoqënia e ngushtë me ata që kena ndajt, me ata që kena hongër në pijat, me mzajbat, me një fjalë. Fillimet kanë qenë të vështira, se sidomos në qytetin ku jetoj une atje, unë thëmë, kush dhez në pej, do më thonë nuk e ka problem kërkan bot me dhez. Se është qytet shumë që zort ngritin, po kur ngritesh, do më thonë nuk e ki mo të lashe kur gjesh. Këm pas fillimin e vështirë, muj me thonë, ndoshta edhe jam parë një kohë isha pelo këtë sport. Se ja nisi shoqënia e ngushtë me ata që kena ndajt, me ata që kena hongër në pijat, me mzajbat, me një fjalë, me ma bo çka është ky sport, që a jetu bo kështut, a jetu ushtru baleta, çka është ky sport, se atëhera para 15 viteve nuk ka pas kështut femna mashkuj bashkë më ushtru. Po ka pas veç fitness, bodybuilding, më ushtru vetun, nuk konë qasi rryme në atë kohë. Po une e theva ta buni, bona grupet mix femna mashkuj bashkë, ushtrimet ndryshme, ushtrimet tulifare, qitë shastari, u bëjke shumë interesant. Deri sa një moment kur sa rejmë pa dalë natën, me vrapun qytet temin atje në pekun, pa qitë pancirin, i ka pas diku 20 kila, edhe i kum pa lidh komp me zinxhir, edhe kum pa vendos një mask. Kjo është krejt për kondicion, me mundu vetën sa ma shumë. Po isha tu vazhdu tu vrapu ka disa kafeteri atje, edhe do shokët mi aty ma bëshin prej largit, këshut kilshit, je bo budal. Edhe unë për një me thësha, ndoshta unë nuk jom mirë, po me kalimin e kohës, kur sa roj, televizorin e parë, emisionin e parë, që me ka bo emisionin në atë kohë ka qenë TV Dugagjini. Dhe me thonë, e falenderoj shumë, më ka përkra ton kohën, edhe mo nuk janë ndalë emisionet, portalet të shkru për mu. Adin, edhe jepi një mesazh, mos i ndigoni kërkon, nëse donë si punë, nëse po të knaqë ty si punë, edhe din që ma vonë, ki me dhez, vazhdo, le që ka thojnë tjertë. Hec për para se një dit ki me kap suksesin.